Keni bërë disa kallëzime për kandidatët caktuar. Shka është shumë e rëndësishme, edhe si pas raportit të OSBE-Odirit është vënë re gjithmonë që shteti përdoret për fushat, ose ministrat janë gjithkohës në zonat të ndryshme, duke lënë një sektor të shërbimit pa drejtim, le të themi, në vendin tonë, po edhe duke krijuar avantazhe të pa drejta për shkak të burimeve shtetërore, duke i vënë në funksion të fushatës për të krijuar pastaj avantazhe dhe ne jemi treguar të kujdesshëm në fushata, po edhe në këtë fushat, për të denoncuar dhe të kallëzuar çdo kundravajtës ligji që përdor burimet shtetërore në funksion të fushatave. Dhe kryesisht janë asetet cilat lidhen arsimore. Për shembull, përdorimi i shkollave për fushat, gjithashtu ka qenë një problematikë e shtuar, por kemi të bëjmë me një kulturë të instaluar tashmë, e cila, le të themi, nuk arrin dot funksionarët të ndajnë çfarë është e partisë dhe çfarë është e shtetit. Përgjithsisht e konsiderojnë që atë që është e shtetit mund ta vënë në funksion të partisë, edhe këtu bëhet fjalë për nënpunësit e administratës civile, automjetet, karburantet, asetet, le të themi, arsimore. Administratës gjatë kohës që janë në punë apo pas orarit zyrtar? Tani, shiko, ka një problematikë edhe për tu hetuar edhe për tu... Ne kemi pasur gjithmonë whistleblower, ose le të themi rrëfyes nga administrata shtetërore, që kur vjen elementi tek dorëzimi listave me familjar të cilat duhet dalin është fenomen masiv në këto zgjedhje? Kjo mbetet, edhe ka edhe një element kështu disi me këtë të veshur pak me Babaxhan Lëk, që vjen drejtori dhe të thot, shiko, mua ma kanë kërkuar ata lartë, ne jemi të dy shok bashk, më plotësoj 5 emra nga familja, se dhe mua më kanë vënë në vështirësi, nuk po të bëj presion. Pa përdoren këto format cilët ti nuk e kupton, është presion ose jo, është nderda drejtorit ose jo, po në fund të ditës një forcë politike mbledh dhe grumbullon të dhëna të cilat në fakt nuk do duhet që të funksiononin ashtu. E kemi parë këtë me elementin e votës së diasporës, ku gjithashtu pati disa problematika dhe elemente të cilat ishin në kufi të zbatimit të ligjit, e cila partit mundoheshin të kontrollonin kush po regjistrohet, e ndihmonin për regjistrim dhe me ndihmën për regjistrim vinte dhe administrimi pasaj i individit. Kanë krijuar kryesisht Partia Socialiste shumë më e avantazhuar në krijimin e sistemeve dhe platformave për grumbullimin e të dhënave. Fjala vjen kanë disa aplikacione ku njërit prej nga Partia Socialiste që kishte logimin në këto platformat, unë mund të shikoja se sa ju kishte vajtur zarfi, sa prej atyre që janë zarfi, ai kishte informacion që ishin të tyret, sa i kishin dërguar, pra deri në detaj dhe një mënyrë për ta patronazhuar, le të themi, votën. Gjitha këto sigurisht janë në kufi të përdorimit të burimeve shtetërore, por me institucionet e reja tashmë të drejtësisë që janë investuar edhe për të pasur një sy më shumë tek administrata zgjedhore, unë shpresoj shumë që të ketë, le të themi, një lloj elementi proaktiv të strukturave të hetimit për të shkuar më tej, sepse ne vërtet kemi krijuar sukses për të denoncuar dhe le të themi çuar gjoba tek zyrtarët e lartë të shtetit, po partitë politike kanë rënë dakord që gjobat për këto shkelje të jenë minimumi 30.000 lekë, për shembull një nga betejat që kemi fituar ditën e djeshme në Komisionin e Sanksioneve dhe Apelimeve, ishte një gjobë që u vendos sekretarit përgjithshëm të Bashkisë Tiranës për mosdeklarim të një eventi. Po keni parasysh eventin e kryeministrit në qendër me punonjësit e Bashkisë, të cilët ne e fituam për të treguar që ai ishte një event i cili nuk duhet të ndodhte. Ju e fituat, dhe sa ishte gjoba? 30.000 lekë të vjetra. Të vjetra? Ka pasur gjobat më të mëdhaja, të cilat kanë qenë në zgjedhjet e kaluara, kryetar të Bashkisë të Durrësit, të të Lushnjës, më gaboj, të Rogozhinës, të cilat kanë simbolikën për treguar që këta funksionarë të lartë të shtetit po përdorin shtetin për fushat, por absolutisht është e demotivueshme masa që ata marrin dhe për të qenë sigurt, përgjithsisht këto masa ndonjëherë janë të reguar dhe si spaleta partisë. Kush janë kandidatët që keni kallëzuar deri tani? Është Zeqine, kandidatja e Fierit. Gjithashtu kemi pasur një dyshim të arsyeshëm të ministrit të brendshëm për përdorimin e automjetit, po që është në
në hetim përdorimit mjetit për fushat, por që gjithsesi kjo është në hetim dhe mbetet për... Kemi kallëzuar shkolla, 36 shkolla në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve dhe pjesa më e madhe atyre është gjendur 36, të cilët janë gjetur përgjithsisht pjesa më e madhe e tyre në shkelje, në gjithë Shqipërinë. Po këto janë pikapur ndaj ne sepse fenomeni ishte shumë i madh. Po ishte e pa mundur dhe kapacitetat tona që të imagjinoni, do më thënë kam pasur materiale të cilat Ministria publikoni material propagandistik dhe më pas vim 500 shkolla të cilat e shpërndajnë këtë material. Në faqet e tyre, në rrjetet e tyre sociale. Në rrjetet e tyre, ose komentojnë. Të gjitha këto ne i kemi bërë evidentuar, i kemi quar në Komision Qendror të Zgjedhjeve si kallëzime dhe janë gjetur në shkelje. Komisioneri pastaj ka dalë me urdhëres, cilat e rregullonte këtë. Gjithashtu mjetet e komunikimit të spitaleve, të rrjeteve sociale janë përdorur për përhapur materiale propagandistike. Fenomeni është zakonisht problematik, por që ka nevojë që të rritet bashkëpunimi dhe ndërveprimi i qytetarëve për të denoncuar qoftë në partitë që ata besojnë, qoftë në organizatat që ata besojnë, ose në strukturat e drejtësisë, siç mund të jenë